Secili nga implantët që kemi folur, domethënë Titan, Themis dhe Ceos, duke qenë se kanë sipërfaqe të ndryshme dhe sipërfaqe ndryshme në varësi të kockës, do jetë e ndryshme. Themis është programuar dhe është dizenjuar si implant me fileto pak më agresive se sa Titan. Ajo që mua personalisht më ka tërhequr më shumë ke sistemi Acer është pjesa e avantazheve që ka në sistemet All on 4 dhe All on 6. Sipërfaqja e implantit Themis është implant që është me vjaska pak më agresive. Dhe kjo është në favor në rastin kur ne kemi të bëjmë me kocka D3, D4. Pra, kur kemi kockat të cilat janë më spongioze, për të krijuar një stabilitet primare, sepse fokusi gjithmonë është ngarkesa imediate. Të gjithë fokusi i punës tonë është bërë në formatin që ne t'i shërbejmë pacientit, jo vetëm me pjesën e implantit, vendosjen e kurorës, hajde pas 3 muajsh bëjmë kontrolle tjerë, por që këto, a kemi mundësi, pyetja më e madhe është që a kemi mundësi që këto procedura ne t'i shkurtojmë? Kush është ajo që neve na avantazhon? Këto janë pyetje që ne duhet t'i zgjidhim. Dhe Acer i ka zgjidhur. Kur flas gjithmonë për pjesën e punimit protetik, tendenca ime më e madhe është që punimet t'i bëjmë me ngarkesë imediate. Edhe në raste kur kemi me infeksione të mëdha ose në heqjen e kisteve, granulomave, përveç rasteve kur kemi shtimin kockore në nivele horizontale vertikale ose në rastin e sinus lift. Nëse nuk kemi kocka adekuate. Edhe ato janë specifike, por që do flitem dhe më mbrapa. Titan është një dizajn për kockë D1, D2, për shkak se vetë struktura e implantit është implant cilindrik. Një pyetje, a është më mirë për ngarkesë imediate dhe për sistemet All on 6, All on 4, implant me formë konike apo cilindrike? A keni menduar ndonjëherë këtë pjesë? A është e rëndësishme kjo? Patjetër që është e rëndësishme, shumë e rëndësishme madje. Për të krijuar një stabilitet primar, implantar, të çastit, implanti konik është më i mirë. Por të krijuar një stabilitet primar për afat gjatë, për krijuar dhe një integrim dhe pa krijuar një tension të kockës, implanti cilindrik ka rezultuar në bazë të studimeve që është më i mirë dhe rekomandohet, ka më shumë avantazhe në rastin e sistemeve All on 4, All on 6 me ngarkesë imediate. Ceos është implanti zigomatik i sistemit fundit. Ata që merren me kirurgji zigomatike dinë shumë mirë që pjesa më e madhe e kirurgjive zigomatike tashmë po bëhen ekstrasinusale, jashtë sinusit, ku pjesa aktive e implantit është vetëm pjesa e apeksit, ose më të themi 1/5 e apeksit, dhe aty është e gjithë fokusi ose e gjithë mbajtja, ankorimi i implantit. Implanti mund të jetë shumë i gjatë, mund të jetë në nivelet nga zakonisht 30 deri në 47 në të shkojë, ose 50 mm, por pjesa aktive është vetëm 10 mm në pjesën e apeksit të implantit. Pra, e gjithë ajo që mbahet nga struktura kockore është vetëm 10 mm, pavarësisht se implanti është shumë i gjatë. Pjesa tjetër është bërë dizajni në atë formë, sepse duke qenë se është jashtë strukturës së sinuseve, nuk kemi të bëjmë me kockë, por kemi të bëjmë më shumë me indet e buta. Dhe sipërfaqja e implantit duhet të jetë e lëmuar në mënyrë që mos kemi adezion ose aderencë të mikroorganizmave.